Tunxha tjeta uroj të jeni mirë. Mirë se u gjej në këtë bisedë të radhës. Sonte kemi mikun tim nga Michigani, Shtetet Bashkuara të Amerikës, miku i nderuar, shumë i nderuar i emisionit dhe i bisedave tona, kolonel doktor Dritan Demire. Sot do të flasim për një zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm i cili ka pushtuar të gjitha mediat e planetit. Bëhet fjalë për marrëveshjen e Trumpit. Trump ka dalë, presidenti amerikan Donald Trump ka dalë dhe ka njoftuar arritjen e marrëveshjes së paqes. Madje ka qenë edhe një fotografi ndërmjet tij dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio, i cili fliste dhe njoftonte Donald Trump tek veshi i tij se marrëveshja tashmë kishte përfunduar. A ka mbaruar marrëveshja e Gazës apo ende? Çfarë fshihet pas marrëveshjes së Gazës? A do të hapen portat e paqes apo portat e ferrit? A është një marrëveshje paqe apo një kurth i cili na merr drejt të rejave dhe zhvillimeve të panjohura krejtësisht në ndritën e ekuilibrave të ri në lindjen e mesme, por edhe të lojës së madhe me Rusinë, me Kinën dhe me lojtarë të tjerë që po lëvizin me shpejtësi në të gjithë botën? Çfarë do të vijë nga kjo marrëveshje e paqes? A do të pushojë një herë mirë shatërvanët e gjakut në Gaza dhe do të hymë në një fazë rimëkëmbje, ndërtimi, paqe, progresi, prosperiteti, apo do të kemi zhvillime të tjera të rrezikshme, ashtu siç njoftojnë edhe ekspertët amerikanë, ashtu siç ka njoftuar edhe ish shefi i shërbimeve sekrete saudite Turki bin Faisal, ish ambasadori saudis gjithashtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke njoftuar dje për Sky Newsin se djalli flen tek detajet. Kush është djalli përveç Benjamin Netanyahus? A ka djalë të tjerë? Sa armiq ka kjo marrëveshje? A do ta prishin ata marrëveshjen apo do të ndaloj Donald Trump çdo përpjekje për ta hedhur në erë atë? Përse Donald Trump thotë ne do ta kemi Iranin nga ana jonë dhe never say never, kur mos thoni kur? Përse Trump mendon se Irani mund t'i bashkohet një marrëveshje paqe? 500 kg uranium. Janë gati në Iran për të bërë gati 10 bomba bërthamore. A do ta lejojë Netanyahu zhvillimin e tyre? Një sër raketas balestike po përgatiten sipas Netanyahus që ka njoftuar Donald Trump nga Irani. 8.000 kilometra rreze veprimi dhe 3.000 kilometra. Netanyahu i ka thënë Trump që iranianët mund godasin tashmë Washingtonin, New Yorkun, mund godasin Floridën, Kalifornian me raketat e reja balistike. A do të shkojmë drejt një thertore të madhe? Apo Trump ka ndonjë plan rezervë për të bërë sikur nuk e kupton Bibi Netanyahu dhe për të mos e lënë atë ta tërheqë në përplasje të re? Përse vendet e gjirit po bëhen gati për marrëveshje të mëdha? Të gjithë i kanë uruar të gjithë dhe ne jemi përballë një panorame të re. E kush mund të ishte bashkëbiseduesi më i mirë për ta bërë këtë? Në këtë dritare mediatike të shqiptarëve që nuk bën humor. Këtu ka profesionalizëm. Kush më mirë se kolonel doktor Dritan Demire, njeriu i paqes dhe i luftës, njeriu i librave, por edhe i kallashit në terren dhe i maleve të Kandaharit dhe Tora Boros, njeriu i teorive dhe njeriu që stërvit dhe ka stërvitur forcat amerikane dhe shumë prej forcave të NATO-s. Çfarë do të na thotë ai sot, kolonel? Mirë se erdhe. Ju falenderit për ftesën. Është kënaqësi në mënyrë të veçantë në këtë kanal, i cili është një nga kanalet e vetme në territorin e Shqipërisë dhe përreth saj që njerëzit thonë vetëm të vërtetën. Faleminderit kolonel. Nuk do të marr më shumë kohë se unë kam dëshirë të dëgjoj ekspertizën tënde sot. E bëra një hyrje e cila tenton të kap të gjithë aq sa mund të kapet, prej këndeve dhe qosheve të dukshme dhe të padukshme të gjithë këtij cirku të madh të paqes apo të luftës që është duke ndodhur në lindjen e mesme. Le t'i marrim hap pas hapi, një nga një, sepse ju jeni njohësi mirë i zonës përveç rajoneve të tjera. Kolonel, jemi drejt një marrëveshje paqeje në Gazë, e cila do të hap dyert e paqes dhe portat e paqes, apo jemi drejt një marrëveshje të mbështjellë me detajet e djallit që nuk do ta lënë atë të shkojë deri në fund? Para pak ditësh ju më thatë jeni skeptik. Ka ndryshuar mendimi yt sot? Jo, nuk kam ndryshuar mendimi im, por ajo që lajmi shumë i mirë të cilin secili prej nesh do ta dëshironte është që shpresojmë dhe urojmë
që kjo marrëveshje të zgjasi, të filloj implementimin e saj në mënyrë që jo vetëm Gaza, e cila shkatëruar është përballë një genocid, por edhe vetë qytetarët izraelit, të cilët e kanë pritur në të njëjtin nivel arritjen e kësaj marrëveshje, për shkak se jo vetëm që janë në sulme të vazhdueshme, por edhe ata e kanë vuajtur në një mënyrë apo një tjetër këtë konflikt që jo vetëm gjatë konfliktit 12 ditor me Iranin, por edhe nga sulmet nga Houthi, edhe një pjesë e madhe e territorit që ka qenë në afërsitë të Gazës, por edhe një pjesë tjetër e territorit që ka qenë në pjesën në rrezën goditëse të Hezbollahut, në të njëjtën kohë edhe pjesa e fundit e qytetarët e bregut perëndimor, të cilët vazhdojnë të përballen përdit me vjedhjen e pronave, shkatërimin e pronave, me vrasje të pajustifikueshme. Pra unë shpresoj dhe uroj që kjo marrëveshje të jetë e qëndrueshme, Izraeli t'i qëndroj të gjitha vendimeve që ka marrë për t'u larguar gradualisht, por për hir të vërtetës, më duhet të jemi sinqert me ju, jam skeptik sepse përsëri shikoj disa veprime të cilat gjatë gjithë këtyre marrëveshjeve të fundit, gjatë 2-3 viteve të fundit, në mënyrë të veçantë Izraeli nuk i është përmbajt asnjërs nga pikat e marrëveshjes së armëpushimit. Këtë e kemi parë me Hezbollahun, por e kemi parë edhe në raste të tjera. Po, të dhënat që kemi nga Washingtoni, kolonel, është se në shtëpinë e Bardh ka patur një maraton bisedimesh për marrëveshjen, të cilën Donald Trump e ka patur në kryes dhe e ka diskutuar me emisarin Witkoff, me Kushner, me deleguarit e Arabëve, të Egjiptit, të Katarit, Arabi Saudite, të Turqisë, e kështu me radhë, dhe nga ora 8 deri në orën 9 kanë qenë bisedime shumë të ngadalta, dhe kanë qenë diskutime shumë të ngadalta, dhe nga ora 9 deri në orën 12 ka rrëshqitur në mënyrë të frikshme dhe të befasueshme çdo lloj detaj. Ish shefi i Shërbimeve Sekrete Saudite dhe ish ambasadori saudit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turki Al Faisal, thot edhe ai si puna juaj djalli flen tek detajet. Kush është djalli, kolonel, dhe a kemi detaje të cilat mundet ta hedhin në erë Gazën, marrëveshjen e paqes në Gazë? Pa diskutim që kemi, dhe në mënyrë që të argumentojmë sa më qartë për teleshikuesit, ajo që e bën të pabesueshme këtë është ajo që hodhi në erë edhe reputacionin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, është sulmi që ndërmori Izraeli në mënyrë të njëanshme kundër Katarit. Që të thotë, pikërisht këtu qëndron edhe mosbesimi i madh i Hamasit, i cili vetëm me ndërhyrjen e Ibrahim Kalinit, shefit të drejtorit përgjithshëm të MIT-it, arritën që së bashku me Egjiptin dhe me Katarin t'i mbushnin mendjen përfaqësuesve të Hamasit, pra duke marrë inshurenca, sepse ka një mosbesim të madh kur goditet në mes të negociatave një vend i cili është partneri i Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili për gjatë 3-4 dekadave të fundit ka ndërmjetësuar në emër të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka arrit zgjidhjen e një sër problemesh pra të shtetasve që kanë qenë të arrestuar në disa vende, që nga Afganistani dhe vendet e Afrikës Veriore të lindjes mesme. Domethënë ka një mosbesim dhe pikërisht duke parë mbështetjen e jashtëzakonshme pa asnjë limit të Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Izraelit, qëndron kjo marrëveshje. Personalisht jam i prirur, kam dëshirën që kjo marrëveshje të realizohet, por shikoj që objektivat e Netanyahut dhe të qeverisë së tij të ekstremit, të djathtë, të cilët vazhdojnë i bin trumpetave për zgjerimin e pushtimeve, për vazhdimin e shtimit të sipërfaqeve të territorit të pushtuara në të gjitha vendet përreth, por në mënyrë të veçantë mbajtjen e zonës jugore në Liban, gjë të cilën nuk e kanë zbatuar atë marrëveshje për largimin e trupave, vazhdojnë të kenë 5 pikat qendrore përtej lumit Litani, zgjerimit me 7600 km2 në teorike, se praktike kanë shumë më tepër kontroll, por teorikisht 7600 km në Siri, pa marrë parasysh pjesën e korridorit David që është disa dhjetra 1000 km2 tjera në territorin e druzeve, dhe pastaj objektivat për ta zgjeruar
këtë pushtim në bregun perëndimor e bëjnë të vështirë për ta besuar që Netanyahu do ta zbatojmë. Kam dyshimet e mia sepse objektivi kryesor është tërheqja e pengjeve dhe marrja e personave të vrarë, pra e trupave, dhe pastaj do të gjendet një justifikim me pretekst në atë që quhet flag operation, i cili pastaj të vazhdoj të mundsoj vazhdimin e operacioneve luftarake nga Gaza. Shpresoj të jem gabim. Sigurisht, kolonel, ne të gjithë e urojmë paqen, dëshirojmë atë, gjithë bota janë u lodh njerëzimi nga këto luftra të përgjithshme, por fatkeqësisht kjo botë nuk ecën shumë me ëndrat dhe me dëshirat tonë. Ju kapët një pikë shumë të rëndësishme, e cila ka qenë subjekt analize sot nga shumë nga think tanket amerikane, britanike, veçanërisht The Washington Post, New York Times dhe disa revista që merren me global affairs, pra me çështjet globale në Britaninë e Madhe, e kanë mbritur në përfundimin tek ajo që ju sapo përmendët. Trump ktheu menjëherë. Dhe këtë miq tanë, dëgjuesit tanë, duhet ta kuptojnë mirë këtë pjesë, sepse këtu fillon e zgjidhet e gjithë loja dhe zbërthehet. Donald Trump mori kthesën e madhe menjëherë pas goditjes së Katarit nga Izraeli, sepse menjëherë pas goditjes së Katarit nga Izraeli erdhi edhe marrëveshja e Arabisë Saudite me Pakistanin. Dhe kur themi marrëveshje me Pakistanin, kemi thënë me Kinën, sepse Pakistani është gjysmëkin, dhe Trump e pa që ishte tepër e rrezikshme që aleatët e tij më të mëdhenj në vendet e Gjirit, Arabia Saudite, Katari, Kuvaiti, të fillojnë të sjellin Kinën në lindjen e mesme. Aq më tepër kemi marrëveshjen e petrodollarit amerikane saudite prej viteve të gjata, tashmë më shumë se gjysmë shekulli, e cila përcakton një nga kolonat e ekuilibrave gjeoekonomik dhe gjeopolitik global, që sauditët dhe vendet e Gjirit të shesin naftën e tyre, që është një tërmet global i ekonomisë, të shesin atë me dollar amerikan. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pse në luftën e dytë botërore leadershipi i botës kaloi nga perandoria britanike tek perandoria amerikane, sepse paundi britanik aso kohë ra, u dobësua, u zhvlerësua dhe hyri në lojë dollari. Pra Amerika është dollari amerikan. Duke patur parasysh këtë, dhe duke patur parasysh frikën e Trump që lëvizi me shpejtësi në drejtim të një marrëveshje të paqe dhe të mbylljes së historisë në Gaza, a ka fuqi Donald Trump, realisht Departamenti i Shtetit, Pentagoni, Shtëpia e Bardhë, që të ndalojnë çdo lloj djalli që të hyjë dhe të prish këtë marrëveshje? A do të sundoj interesi strategjik i SBA-ve në lindjen e mesme mbi detajet e djajve, të cilët për hir të vërtetës duhet ta pranojmë, janë të shumt djajt që nuk e duan paqen atje? Kam dy përgjigje. Fuqia ushtarake e Shtetet Bashkuara të Amerikës është pa diskutim e pasfidueshme, është e jashtëzakonshme. Në të njëjtën kohë edhe implementimi ose përqimi i fuqisë politikës jashtme të Shtetet Bashkuara të Amerikës në një pjesë të madhe të zonave të globit është i padiskutueshëm. Por, nga ana tjetër, unë nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mundësi, sepse koha e ka treguar, jo se e them unë. E them me shumë pakënaqësi që të ndaloj djallin, për arsye se djalli nuk ka pyet asnjëherë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pa diskutim që asaj që ju i referoni si djalli, që unë i referohem si një vend partner i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilin referohen raportet, kolonel, jo. Po, që i referoni ju pra raportet, jo ju si individ, që i referohen si djalli, ka treguar që i ka shkaktuar një... Ata më falë që t'jemi të qartë për ata që këpusin videot, ata i referohen Netanyahus dhe jo Izraelit në tërësi. Absolutisht, Izraeli është një nga vendet partnere të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe të Shqipërisë, Kosovës. Le të mos harrojmë faktin që Izraeli ka qenë një nga njohësit e Republikës Kosovës, gjë për cilën ne duhet të jemi mirënjohës. Por ne flasim për individ të caktuar, të cilët
ka shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm edhe dekadave, investimit prej disa dekadash të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të arritur paqe nga njëra anë, dhe nga ana tjetër veprimet e Netanyahut gjatë gjithë këtyre viteve të fundit kanë treguar që nuk njeh limite, nuk zbaton asnjë nga ligjet ndërkombëtare, pra nuk ekziston asnjë ligj ndërkombëtar, për sa kohë që ai i teket për të ndërmarrë sulme, godet çdo lloj ambasade, çdo lloj vendi, çdo lloj kryeqyteti, dhe detyrimisht gjë të cilat kanë provokuar reagimin e palës kundërshtare dhe më herë pastaj ndihma i kërkohet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më kujtohet një aspekt, nëse ju kujtohet ju për shembull, kur u ekzekutua sulmi në Siri, në Damask, ku vran 2 general të forcave Quds, zëvendëskomandanti i forcave Quds, dhe kur vran dhe plagos konsulli në Damask, dhe kur Irani ekzekutoi operacionin True Promise 2, gjatë kohës kur ishte duke dhënë deklarat Netanyahu se si i dridhej dora gjatë deklaratës, do të thonë, ishte aq i trembur sa nuk e komandonte dot as dorën, dhe këtë e artikuluan vetë mediat izraelite, të cilat opozita izraelite e nxori këtë pamje. Që të thotë, për sa i përket fuqisë dhe fuqisë ushtarake, Izraeli po mos ketë mbështetje Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk do të realizonte asnjë nga këto sulme. Dhe për ta përmbyll përgjigjen tuaj, po rreziqet janë ekzistencë, dhe unë nuk besoj që ai do të zbatoj të gjitha këto përpjekje, sepse ka treguar që pavarësisht vendimarrjes të presidentit Trump, gjithmonë pastaj e ka gjetur formën për ta riprishur këtë marrëveshje. Po, jeni shumë i qartë. Kemi një moment shumë të rëndësishëm. Benjamin Netanyahu në këto ditë, krahas diskutimeve për marrëveshjen e paqes, u ka sjell në tryezë amerikanëve dokumenta nga organizata të caktuara që kanë hakeruar, thonë, në Kremlin, në Iran, në lindjen e mesme e kështu me radhë, kanë dokumenta tashmë, posedojnë, të cilat janë bërë dhe janë dorëzuar Pentagonit për shqyrtim dhe amerikanëve, të cilat u tregojnë se iranianët kanë gati 500 kg uranium të pasuruar, të cilat sipas ushtarakëve dhe ekspertëve të fushës janë të gatshme për të prodhuar 10 koka, 10 armë bërthamore apo 10 bomba bërthamore. Dhe kanë planin e zhvillimit të raketave balestike me rrezet gjatë veprimit 8.000 km dhe 3.000 km. Dhe me tekst, Benjamin Netanyahu i ka thënë Donald Trump që 8 mishja të vjen në çdo shtet amerikan nga Irani, ndërsa 3 mishja mbrin tek ne në Tel Aviv. A do ta ndalojmë Iranin apo jo? Par nga ky moment, par edhe nga mungesa e dëshirës së Iranit në këtë moment për të shkuar drejt një përplasje hapur në rajon, përplasje masive, sepse vetë Irani doli dhe e bekoi në një farë mënyrë marrëveshjen e Hamasit dhe dakordsinë e Hamasit me Trumpin për këtë plan. Par nga këto të dhëna të cilat përplasen fort me njëra tjetrën, a do të arrijë Amerika të balancojë frikrat e Benjamin Netanyahus për programin e raketave balestike iraniane dhe armën bërthamore, dhe a do të arrijë të balancojë mes këtyre frikrave të Netanyahus, të cilat janë frikrat e Izraelit në thelb, dhe Izraeli ka cover amerikan të padiskutueshëm, dhe ndërmjet deklaratave të Trump, të cilat shkojnë deri atje sa që ai të besojë se edhe Irani mund të jetë pjesë e marrëveshje abrahamike paqe masive në rajon. Si mundet t'i afrojmë dhe t'i bashkojmë këto dy pika, të cilat përplasen me njëra tjetrën dhe në një farë mënyre krijojnë ngërçet apo detajet e djallit që mund ta hedhin erë marrëveshjen e paqes në Gaza. Atëherë kemi disa pika që duhet të analizojmë për teleshikuesit. Spari, Benjamin Netanyahu tashmë prej 3 dekadash e gjysmë në politik, është i vërtetuar në qindra raste që sa herë flet gënjen. Pra, madje edhe një pjesë e madhe opozitës izraelite dhe një pjesë e shkollarëve, akademikëve,
ish politikanëve dhe drejtuesve të lartë amerikan me origjinë hebreje thonë është a blatant liar. Do një gënjeshtar i tmerrshëm për Netanyahu. Ju kujtohet, ju më shumë se sa po them shumicës shqiptarëve, deklaratat e Netanyahut, gënjeshtat e Netanyahut që që para përgatiten mësymin e 2003-shit që Iraku ishte afër krijimit bombës atomike, ndërkohë që në sulmin ndaj 2002-shin në Kongres shkuan lobon. Ndërkohë që në 81-shin gjatë operacionit Opera ishte azgjësuar centrali bërthamor i mbështetur i Saddamit i mbështetur nga programi francez. Ndërkohë ju kujtohet sulmi kundër Libisë, kundër Somalisë, që në 93-shin, kundër Libisë në 11-ën, kundër Sirisë, pra nuk ka diskutim, e kemi thënë për gjatë gjithë këtyre viteve, që objektivi i Netanyahut është kthimi i Iranit në një vend të destabilizuar pa ushtri, siç është sot Libia, siç është Sudani, Somalia, Iraki, Siria është pa ushtri. Siria dhe sfundmi i shtati është Irani, pjesa e parë. Për sa i përket pjesës së raketave balistike, çdo gjë që ka regjimi Kim Jong-unit e ka teknologjinë dhe fabrikën edhe mundësinë për ta prodhuar e ka edhe Irani. Që të thotë, të gjitha raketat, që nga Dongfeng, që nga raketat Musodan, dhe deri të gjithë sistemet e 22 raketave balistike iraniane, qofshin këto detare, balistike, të ndërmjetme apo hipersonike, për cilat mendoj që duhet të bëjmë një emision për interes të teleshikuesve në të ardhmen, pa diskutim që 2 nga raketat janë raketat cilat i tejkalojnë në mënyrë të plot rrezen prej 2500-3000 km, programi i cili është i bazuar kryesisht për deterencë ndaj Izraelit. Dhe këtu po ju përmend vetëm 2 raketa, Shahab 6B, e cila ka rreze 4000 dhe 6000 km, dhe kur bëj fjalë për sulmin ndaj bazave në të cilat ishin vendosur B2-shet, unë në një deklarat, në një intervistë, se më pyetën a ka Irani raketa, thash patjetër që ka raketa me këtë rreze. Por unë i kam analizuar në librat e mi dhe nuk ka pas dieni fare në televizionet shqiptare. Ju e dini se ju i keni ato libra. Dhe së dyti është Khorramshahr 4 ose 5, më fal, jo 4, 5, e cila ka rreze mbi 6000 km. Dhe në varësi të misionit dhe detyrës, Irani ka mundësi për të kopjuar raketat që njihen në Korenë e Veriut si Hwasong 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pra, po të doj Irani, e ka teknologjinë për të kriju, për të prodhu raketat cilat i arrin brigjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por, a është e vërtet që Irani ka objektiv për të goditur Shtetet Bashkuara të Amerikës? Absolutisht jo. Vetëm duhet të jesh një fëmijë 3-4 vjeçar që të besosh që të guxonte Irani të godiste Shtetet Bashkuara të Amerikës. Irani edhe kur është godit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, i ka paralajmëruar që boshatiseni këtë, dhe ju rikujtoj në momentin e vrasjes Gjeneral Sulejmanit, sulmin në bazën Al-Asad, në 20-ën, në datën 7 janar të 20-ës, dhe sulmet e tjera përfshi edhe sulmin e fundit në Katar. Kështu që këto nuk i ha asnjë. Tani për t'ju rikthy sasisë rreth 500 kg. Unë besoj që duke qenë një njoftës shumë i mirë i programit nuklear të Iranit, Irani vazhdon të zbatoj fatvan, e cila është që nga koha e luftës Iran-Irak e Khameneit dhe pas vitit 2000 e Khameneit, e Ali Khameneit, aktualisht Ayatollah, që ne është haram prodhimi dhe përdorimi i armëve bërthamore deri në momenti kur nuk cënohet siguria jonë, pra ekzistenca jonë e shtetit. Deri në këto momente, unë besoj plotësisht që Irani e ka teknologjinë dhe mundësinë, dhe në shtesë të kësaj i ka edhe sasinë e uraniumit të pasuruar në sasi 60 deri 90%, për rreth 10 dhe 12 bomba atomike. Gjë e cila ishte edhe objekti i goditjes së amerikanëve. Por
nuk kanë marrë vendim për armatosen dhe për prodhimin ose për minimizimin e kokës e cila mund vendoset në këto raketa për të ekzekutuar një sulm, pasi e kanë të qartë plotësisht që kjo do të provokonte futjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës në konflikt dhe pastaj dëmi do të ishte i madh për të gjitha krahat, por nga njëra anë do të kishte shkatrim të bazave, shkatrim të plot të Iranit, gjë të cilën po investohet gjithë të kohë dhe gjithë të vite Netanyahu që të fusi Shtetet Bashkuara të Amerikës, ushtrinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të përfunduar një mision strategjik që ai e konsideron shkatrimin e Iranit dhe vendosjen e një regjimi pastaj që do të ishte shumë mirë, vendosjen e një regjimi pro-perëndimor, gjë për cilën jemi dakord edhe ju edhe unë. Pra besoj që ju ktheva përgjigje për të gjitha secila nga këto pyetje. Përgjigja është e qartë, kolonel. Ne folëm përpara disa kohëve bashkarisht dhe tham që Abdul Kani, babai i bombës bërthamore të Pakistanit, ja dorëzoi Libis armën bërthamore dhe kolonel Gaddafi e kishte sekretin e armës bërthamore, por ja dorëzoi vullnetarisht CIA-s. Kjo nuk e shpëtoi kolonel Gaddafin që ekzekutohet. Pra Amerikanët ja morën armën bërthamore dhe ekzekutuan. Në këto kushte në Iran ka një përplasje ndërmjet linjës ashpër dhe linjës më moderatore apo më reformatore brenda Iranit, që janë reformatorët dhe ata njerëzit e Ayatollah Khamenei. Linja ashpër thot, në qoftë se ne do të rrim pa armë bërthamore dhe do të bëjmë pulën, do të mësojmë si Gaddafi. Pra, kështu jemi të vdek. A mendon se kjo e detyron Iranin të shkojë në linjën e ashpër dhe cilat mund të jenë aspiratat, kartat apo shpresat e Donald Trump që mund të tërheq Iranin në një marrëveshje të paqeje për gjithë rajonin, që do të ishte shumë e bukur për të qenë e vërtet, në fakt. Çfarë fsheh Trump? A është kjo një opsion apo është një gjilpër që Donald Trump po ja bën dhëmballës Iranit për ta mpirë përpara stuhisë së madhe? Pa diskutim që unë mendoj që do të ketë një raund dytë, i cili do të provokohet, do të realizohet nga Izraeli në momentin e dur, në kohën e dur, kur ata të mendojnë se mund të arrijnë një goditje precize, përfundimtare, me ide që jo vetëm të bëjnë të realizojnë një objektiv ushtarak, por kryesorja të realizojnë një objektiv politik, pra të krijojnë kushtet për ndryshimin e regjimit. Së pari. Së dyti, pa diskutim që presidenti Trump, Pentagoni dhe të gjitha lojrat war games që quhet në gjuhën në anglisht në strukturat e NATO-s, në të gjitha war games që janë bërë planet e paraqisin si një ndërhyrje ndaj Iranit në shkallë të gjerë, pa pjesëmarrjen e trupave, e paraqisin që një operacion me një kosto të jashtëzakonshme, me një kosto të jashtëzakonshme financiare dhe njerëzore, dhe nuk ka siguri që mund të realizojë 100% objektivat e duhura. Së dyti, Irani, duke pas parasysh këtë që do vinte një ditë kjo ditë, ka realizuar një sër reformash, po në mënyrë të veçantë e ka ringritur kapacitetet operacionale në mënyrë shumë sekrete me ndihmën e Kinës. Kina ka me mira ekspert të fshet në territorin e Iranit, me mira ekspert ushtarak, përfshi shërbimet sekrete, të cilat e asistuan në zbulimin e grupeve që mbështeteshin ose që kryenin operacionet e fsheta në funksion të Mossadit, nga një anë, dhe nga ana tjetër një pjesë e madhe e forcave për të rifreskuar programin bërthamor, për të riorganizuar, strukturuar dhe forcuar mbrojtjen kundërore me dërgimin e shumë avion me tashme, të cilat një pjesë të cilave edhe janë publikuar në mediat perëndimore. Nga një anë, ana tjetër kemi edhe ruajtjen e ftyrës së Federatës Ruse, e cila në mënyrë të vazhdueshme është konsideruar në parlamentin iranian si një partner i pasinqert, të cilit asnjëherë përgjatë gjithë historisë marrëdhënieve Bashkimit Sovjetik, Iranit dhe Rusisë dhe Iranit kanë qenë të pa sinqert me Iranin, dhe
edhe Rusia nga ana saj është përpjekur që ta përmirësojë imazhin duke dërguar një sasi personeli me një skuadron me një bateri, me disa bateri S-400 dhe tashmë kemi edhe lajmet e tjera duke përforcuar pajisjet e luftës elektronike, dërgimin e avionëve M29, MiG-29 të avancuar me radar dhe me raketa air-air të distancave të larta dhe për një marrëveshje të cilën Benjamin Netanyahu pardje i është lutur Putinit mos e zbatoj për Su-35, të cilat do të ndryshonin raportet ajrore midis Izraelit dhe Iranit dhe do ta pamundsonin një operacion të dytë nga ajri, për shkak se një pjesë e madhe të gjithë fuqisë Izraelit qëndron vetëm në faktin që ka një flot aviacioni shumë moderne në shtesë edhe të mbështetjes që merr palimit nga Perëndimi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për të pinpointur të gjitha objektivat strategjike apo bateritë e mbrojtjes kundërore dhe raketave balistike kundër veprim të mundshëm. Po, kolonel, të kthehemi tek pika e nisjes. Duke patur parasysh gjithë këto llogari kaq komplekse, kaq të ndërlikuara dhe kaq shumë engjëj dhe djaj në qarkullim, u informuam nga mediat botërore, edhe nga shtypja amerikan, edhe nga lindja e mesme, se bashkë me amerikanët do të ketë një rol të madh Turqia, Katari, Egjipti dhe Arabia Saudite ka përshëndetur Ministria e Jashtme e Emirateve Arabe gjithashtu e ka përshëndetur, do të kenë një rol në zbatimin dhe implementimin e planit të paqes në Gazë. Dhe në kushtet kur Irani i ka dhënë bekimin e vet marrëveshjes së Hamasit dhe i ka thënë go ahead, shkoni përpara dhe bëjeni këtë marrëveshje. Kina dhe Rusia nuk duan që Donald Trump të arrijë ngrirjen e këtij konflikti në lindjen e mesme, se sigurisht Putini e di që tytat do drejtohen në Ukrainë dhe kinezët e dinë që tytat do drejtohen në detin e Kinës Jugut dhe në paqësor ku kinezët po bëhen gati për përballjen masive me amerikanët. Par nga ky këndvështrim, kush mundet të jetë i interesuar, cilat mund të jenë palët e interesuara, të cilat mund t'i vënë stërkëmbtha marrëveshjes së paqes në Gaza? Pa diskutim që është Izraeli dhe asnjë tjetër. Sepse çdo marrëveshje Rusia dhe Kina, pavarësisht se e kanë mbështetur në distancë këtë marrëveshje, nuk kanë një interes që të afrohen në këtë moment me Netanyahun për të futur në një stërkëmbth në mënyrë që të nxjerrim nga frigoriferi lindjen e mesme, që të mos shkojë energjia amerikane në drejtim të Kinës apo të Rusisë. Pa diskutim që po do t'i marrim me radhë. Spari është Izraeli i cili do të përdori çdo metodë, çdo taktik të paligjshme për ta justifikuar një largim nga zbatimi i marrëveshjes. Sepse edhe sikur të dojë Netanyahu, nuk do ta lejojnë 3 ministrat e tij ekstremist, super ekstremist. Megjithëse parlamenti pritet, kolonel, me shumicë absolute ta miratojë marrëveshjen. Pa diskutim që parlamenti, sepse është populli që po vun, një pjesë e madhe Kreshnik, një pjesë e madhe, pothuajse të gjitha kompanitë e huaja, të cilat kanë investuar 10 miliardë dollar, janë larguar nga Izraeli. Spari. Së dyti, një pjesë e madhe e popullsisë së Izraelit është larguar. Tashmë është larguar drejt Europës dhe Qipros dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pasi shikojnë të pamundur për të jetuar një vend ku çdo 5 minuta do të futesh në bunker, ku një vend i cili përballet me sulme të vazhdueshme. Marifi dhe Haaretsi dje po thonin 33% e popullsisë janë gati për të nisur procesin e imigrimit kundër. Ato thonë 33% dhe kjo është e vërtet, por nuk deklarojnë se sa 10 mijëra janë larguar. Dhe kjo vetëm si pasojë e presionit që Netanyahu ka nga Smotriku, Ben-Gviri dhe nga ministria e super ekstremiste, ministria e kolonëve, e cila është një personazh nuk e di se si lejohet të dalin nëpër mediat, e cila deklaron haptazi, duhet të pastron, shkojnë ku të duan, thot bregu perëndimor.
Ajo ne le t'i fshim, do t'i përdorim gjitha metodat, thot. Haptëzi. Do t'i vrasim, do t'i largojmë, kushdo nga lidrat e këtyre grupeve ekstremistë terroriste, po të përdorte 5% të kësaj gjuhë, gjithë mediat perëndimore do ta dënonin dhe do vendosen në masa dhe do të ekzekutohej. Por sa herë që flasin ministrat ekstremistë Netanyahu, ai e ka aftësinë dhe mundësinë për ta marrë këtë mbështetje nga një sër media. Së pari, së dyti, pa diskutim që jemi në një mision të Kinës dhe të Federatës Ruse. Dedolarizimi. Dhe dedolarizimi, vend më të mirë për të shkaktuar uljen drastike të fuqisë së dollarit, nuk ka vend më të mirë se sa blerja ose shitja e naftës, gazit dhe materialeve tjera në lindjen e mesme, duke mos përdorur dollar amerikan. Gjë të cilën tashmë për disa vitesh Kina, të gjitha blerjet që bën me Arabinë Saudite i zhvillon me yuan dhe me rial. Dhe një pjesë e madhe e tregtisë që tashmë bën Federata Ruse me të gjitha vendet e tjera nuk bëhet më me dollar, por në mënyrë të veçantë me Kinën dhe me Indinë, bëhet me rupi, bëhet me jenin. Pra kemi një proces dedollarizimi dhe kthehemi përsëri tek analiza që bëm në fillim të misionit. Sulmi i Izraelit kundër Katarit ishte një goditje jashtëzakonshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm për sa i përket garancive të sigurisë, që unë besoj që vendet e GCC-s, 6 vendet e GCC-s, nuk kanë më besim absolut për sa kohë që ndodhi kjo. Por i shkaktoi një dëm të madh ekonomisë, pra rëndësisë së dollarit, sepse në rast se Arabia Saudite dhe vendet e tjera do të marrin vendim për ta shit gazin dhe naftën me vendet e tjera, me para të tjera në përjashtim. Ra petrodollari, ra dollari amerikan. Dhe duke shkelur një herë për gjithmonë, urojmë e shpresojmë që mos të ndodhi, marrëveshjen midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë mbretërve që kanë drejtuar Arabinë Saudite mas vitit 45 dhe deri në ditët e sotme, atëherë do të kemi një proces të përshpejtuar edhe më tej se sa vendimet apo veprimet që po ndërmerr Banka Qendrore e BRICS-it dhe tregtia që bëjnë vetë vendet e BRICS-it me njëri tjetrin dhe të gjithë vendet që janë pjesë e asaj që njihet si Belt and Road Initiative, të cilët në të gjitha projektet infrastrukturore, ushtarake, ekonomike, teknologjike, tregtare, portet, aeroportet, rrugët, hekurullat, teknologjia 5G, 5G+, e Huawei, të cilat po zhvillohen me yuan. Do kemi një proces që tashmë edhe Kina, edhe Rusia janë futur në lindjen e mesme, kanë rolin e tyre. Më lejo të rikujtoj takimet dhe pritjet që u bën Putinit vjet në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe, por në të njëjtën kohë edhe pritjet dhe shkëmbimet, të cilat janë intensifikuar dhe pjesëmarrja edhe antarësimi këtyre vendeve në Shanghai Cooperation Organization dhe BRICS. Tregon shumë për pyetjen që ju sapo bët. Kolonel, falenderoj. Shkojmë tek një qasje e fundit, kthehemi në Iran, sepse kjo Gaza me Iranin me lindjen e mesme janë të pashndara nga njëra tjetra. Black Mirror, një organizat hakeruesish pranë Izraelit dhe pranë Amerikanëve, sigurisht njofton se kemi një marrëveshje të rëndë 6 miliard dollarëshe që mund të ekzekutohet nga momenti në moment ndërmjet Teheranit dhe Moskës për blerjen e 48 Sukhoi 35 ruse që të shkojnë në Iran. 6 miliard dollar dhe Putini nga njëra anë i ka thënë Amerikanëve në qoftë se shkon Tomahawk në Ukrainë, Sukhoi 35 mbrin në Teheran. Pritet të ekzekutohet kjo marrëveshje dhe është ende në nivelin pending. Sigurisht izraelitët njoftojnë amerikanët dhe amerikanët e kanë ditur. Të merremi në skenarin më të keq. Në rast se Izraeli ja del të tërheq Amerikën në goditje ndaj Iranit. Irani në kohën kur Rusia është në luftë në Ukrainë nuk do të pres shumë sigurisht prej Rusisë, sepse Rusia nuk ka fuqi përveç se ta ndihmojë nga pak, por ka frontin e Rusisë. Ndërkohë Kina nga ana e saj nuk do të çojë raketat apo armatimet e saj të zhvilluara
sepse do të shkojnë një herë Mossadi izraelit dhe amerikanët do të shkojnë për të parë ç'është teknologjia ushtarake e re kineze. Në këto kushte, cila do të jetë mbështetja e Rusisë dhe Iranit, por pse jo edhe e Koreas Veriut për Iranin në rast të një konflikti të mundshëm dhe në rast të shkuarjes në dështimin e marrëveshjes Gazës dhe hapjes portave të ferrit në lidhjen e mesme dhe një konflikt të drejtë për drejtë me Iranin, cili do të jetë niveli i mbështetjes nga Pekini dhe nga Moskva. Unë e ceka pak më lartë që ka pas dhe vazhdon të ketë mbështetje të fshehtë nga Federata Ruse dhe Kina, për shkak se rënja e Iranit edhe Federata Ruse, edhe Kina e ka të qartë që rënja e Iranit, largimi i këtij regjimi dhe zëvendësimi i tij me një regjim tjetër që është pro-perëndimor, është një goditje e madhe për interesat e tyre. Po sigurisht nuk është një goditje për interesat tona. Është tjetër gjë interesi jon, ne po bëjmë analizë gjeopolitike. Çfarë luhet atje interesat tonë. Pra, është një goditje e tyre rënd sepse Teherani është linja në të cilën kalojnë gjithë korridorët ekonomik, ushtarak, po në mënyrë të veçantë energjetik përgjatë lindje perëndimit dhe veri-jugut. Dhe prishja, rënja në sferën perëndimore e Iranit e dëmton përfundimisht përpjekjet e Rusisë, Kinës dhe bashkëpunëtorëve tyre për një krimin për përshpejtimin e një bote multipolare. Rusia dhe Pekini në rast se ndodhen skenar fatal. Absolutisht, në një skenar të tillë unë besoj që do të ndryhyj. Në rast se i referohemi mbështetjes që i ka dhënë Irani që nga data 24 shkurt 22 dhe në vazhdimsi është pikërisht ndihma e dronëve Shahid, por jo vetëm, e raketa balistike me rrezet të shkurtër dhe të mesme, por edhe teknologjive të tjera në mënyrë të veçantë për sa i përket ndërhyrjes operacioneve të Ministrisë Inteligjencës dhe Sigurisë MOI-s, për cilët mediat tona nuk kanë informacione në këtë drejtim, ka bërë të mundur që një pjesë e madhe e këtyre operatorëve edhe ushtarakëve iranian të trajnojnë forcat ruse, gjë e cila mas vitit 2023 dhe në vazhdimsi ka sjellë suksese të mëdha në fushat e BTS, në atë që quhet si drone warfare, duke shtuar ndjeshëm kostot e humbjeve të ushtarëve Ukrainas, por në mënyrë të veçantë të asgjësimit të pothuajse gjithë pjesës armëve të blinduara, mjeteve të blinduara, sistemet mbrojtjes kundërore të perëndimore, nëpërmjet përdorimit të këtyre shahidëve. Nga ana tjetër, ajo që duhet të kthente Federata Ruse deri tani nuk ka zbatuar asnjë nga marrëveshjet ushtarake dhe ju rikujtoj këtu që avionët Su-35 prej kohësh Irani ka përgatit disa baza nëntoksore, thellë në male, për shembull po ju rikujtoj një që quhet baza 44, top secret dhe shumë baza tjera të cilat unë i kam analizuar në detaje në librin tim të botuar për strategjinë ushtarake të Iranit, rreziqet dhe kërcënimet, dhe Federata Ruse me qëllim ose pa qëllim nuk i ka zbatuar këto marrëveshje për shkak sepse një pjesë e madhe e aviacionit rus është dëmtuar gjatë këtij konflikti nga një anë dhe nga ana tjetër ka qenë e pamundur për të riprodhuar një sasi kaq të madhe edhe për të dërguar një pjesë të madhe të këtyre projekteve ose të sasive të armëve që ka bler. Për shembull Indisi mungojnë 2 regjimente S-400 që Rusia duhet i kishte dorëzuar që në vitin 2024 dhe në të njëjtën linjë qëndron dhe Su-35. Unë besoj që një nga problemet aktuale më të rëndësishme është largimi, propozimi i sotëm i Dumës ruse për largimin nga traktati i plutonimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjë e cila është një largim të cilin presidenti Putin do ta dërgojë, e ka dërguar sot në Dumë dhe besoj që sot ose nesër Duma pa diskutim që ka për ta kaluar. Gjë e cila largimi i Federatës Ruse nga ky traktat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të dërgimit të Tomahawkëve është një këmban alarmi për botën perëndimore për shkak se rezervat aktuale në shtesë të 8.000 armëve bërthamore që kanë Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gatshme për përdorim. Aktualisht Federata Ruse ka 193.000 ton plutonium 239 dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 88.000 ton plutonium 239,
ku në rast se marrim në konsiderat 3 deri në 4 kg nevojitën për një bombë atomike, aktualisht Federata Ruse ka rezerva për prodhimin e 30.000 deri në 40.000 bombave atomike në një kohë shumë të shpejtë. Sepse ai që 40.000 e 2 e mbyllim këtë histori, ikim gjithë nerë. Ai që e vështirëson procesin e prodhimit të armëve nukleare është vetëm sasia e plutonimit, pasi pjesa e raketës dhe minimizimi i saj janë procese që kalojnë në mënyrë shumë të shpejtë. Pra, ky është një kërcënim që i bën presidenti Trump Vladimir Putini. Kjo është një nga zhvillimet e sotme. Në shtesë asaj, kurse për sa i përket avionëve Su-35 të gjeneratës 4++ është një proces që do kërkoj kohë, pavarësisht se një pjesë e pilotëve iranian janë përgatitur në Federatën Ruse, në Akademitë Ajrore, por është një proces që kërkon kohë, nuk është aq e lehtë për ta marrë një sistem të ri aviacioni, për ta përdorur dhe për të krijuar avantazhet të përdorimit të saj, se kërkon kohë. Por për sa i përket Kinës, pa diskutim Kina ka dërguar sisteme të avancuara. Sistemet avancuara ka asistuar në riformatimin, në ristrukturimin e mbrojtjes kundërajrore dhe ka dërguar në shtesë së kësaj edhe një nga sistemet që edhe ju e keni përmend në emisionet e para, HQ-9B, që është më i avancuar se nënda, ka një rrezë 50 km më të madh, afërsisht barabartë me sistemin S-400, që do të thotë që qiejt e Teheranit sot nuk janë më siç janë qiejt e Teheranit para datës 12, pasi në emisionin e fundit ne bëm edhe një analizë që një pjesë e madhe konsiderueshme e rrjeteve të Mossadit është dëmtuar. Nuk kemi në atë situatë ku Mossadi kontrollonte gjithë territorin e Iranit. Kolonel, falenderoj nga zemra, kemi kaluar çdo limit kohor me 2 fjali, se është shumë i lartë interesi i miqve, i ndjekësve. Kosova ka marrë mira dron dje Bayraktar nga Turqia dhe i ka kthyer përgjigje Vučićit. Kjo do ta bëjmë emision vetë sigurisht, sepse meriton një analizë të detajuar, shumë shkurt, në rast se ngrim për momentin konflikti në Gaza, shkojmë drejt një marrëveshje paqeje, nuk shkojmë supozojmë në një marrëveshje të luftës së hapur me Iranin tani shpejt. A ekziston mundësia që Putini të aktivizojë vatrën e Ballkanit nëpërmjet Dodikut, Vučićit dhe lojtarëve të tjerë si Milan Radojić e tjerë, dhe a mundet Kosova të krijojë deterencë me armatimet e Serbisë, me këto dron Bayraktar apo me armatimet e tjera në rast se Putini vendos ta ndezë Ballkanin? Unë mendoj që Putinit nuk i intereson ndezja e një vatre në Ballkan, për shkak sepse Putini nuk është budalla. Putini është një nga njerëzit më të zgjuar që drejtojnë sot, krahas 2-3 liderëve tjerë, pra në kuptimin e eksperiencës që ka dhe të informacioneve, por pa diskutim që është një opsion i fundit për të destabilizuar Ballkanin në rast se do të ndodhej në një situatë të vështirë. Për momentin nuk e kemi këtë situatë, pa diskutim që gjendemi në kufit e një konflikti të hapur midis Bashkimit Evropian, pra në mënyrë të veçantë Polonisë, Francës, Britanisë Madhe dhe Gjermanisë kundër Federatës Ruse, dhe në këtë skenari i fundit i mundshëm do të jetë për ta urdhëruar Dodikun për të krijuar një incident, pastaj për të detyruar Serbinë për të ndërmarrë një veprim kundër Kosovës. Por pa diskutim që Kosova me reformat që ka kryer janë reforma pozitive, do të duhet shumë më tepër, dhe pa diskutim që analizat të tilla janë analizat të kufizuara, sekret, madje mund të them top secret, të cilat një pjesë të madhe, 95% të analizave, unë nuk guxoj t'i bëj nëpër televizione, por do duhej të ndërmerte edhe disa vendime të tjera të mira. Jemi në kushtet kur këto dron krijojnë një deterencë të konsiderueshme, por as pak të mjaftueshme. Falenderoj nga zemra, kolonel. Kjo ishte gjithçka kishim për sonte, dashur miq. Ju e kuptoni që bota po zihet, ne do të jemi këtu nga kjo drejtare mediatike modeste, ose jo si duash ta quani, që të analizojmë, të hyjmë në ato detaje me profesionalizëm të lartë, me njerëzit e duhur, me ekspertët e duhur, do të hyjmë në thellësi të cilat dhe detajet të cilat nuk do t'i dëgjoni në asnjë media tjetër. Ndaj
në qoftë se mendoni se ka ndonjë vlerë ke kjo bisedë që bëjmë, merreni çojeni këto video pjesës tjetër të shqiptarëve dhe ata që nuk janë bashkuar me kanalin le të bëjnë subscribe. Kaq kishim për sonte, zhvillime të tjera të mëdha do ta kemi sërish kolonelin në vijim për të tjera biseda, për të tjera zhvillime, sepse do të luhen lojra të mëdha. Detajet e sotme i folëm, sot të tjera zhvillime ju e dini, si gjithmonë do të vijojnë në numrin e ardhshëm. Faleminderit kolonel. Kënaqësi.